Edhe fshati si fshat u konë domethënë i kyçur qysh se dikon 70% në luftë. Edhe s'kan këshyrë kush as moshën, as anë veç që kanë pas vullnetin, domethënë janë kanë të kyçur në brigadën 133. Tani mu si i rim kam jetë ky emën si e kom pas në kujtesë gjithmonë. Cili ishte? Edhe kom pas dëshirë, kom ka le djali, se djalit madh ja kom gjitë emrin e babës, Muhamet e ka emrin. Këtina kom pas që mjalon që temën Kosovë. Po dhash Zoti që mos të makrit këtë temën kur. Rrugëtimin e tij po e ndjekin edhe djemt, të cilët tashmë kanë shfaqur interes të madh për punët në fermë. Kjo e bën Fatmirin të ndihet i plotësuar pasi shes se puna dhe përkushtimi i tij do të vazhdojnë nga brezi i ri nga vetë djemt e tij. Janë dorë djathtë për ty. Po, ta domethënë ta si të ri, po i kom shtin punë si herët, pak edhe më shumë siç ka duhet, po. Na kur falem pra paskenave veçanta ishte se djali mban një emër shumë interesant, Kosova, vendin e vendlindjes së tij. A ka një arsye prapa? Po unë si i ri, domethënë na kem pasur edhe këto luftën e kem pasur shtabin e brigadës 133 Adrian Krasniqi këtu në fshatin tonë. Edhe fshati si fshat u konë domethënë i kyçur qysh se dikon 70% në luftë. Edhe s'kan këshyrë kush as moshën, as anë veç që kanë pas vullnetin, domethënë janë kanë të kyçur në brigadën 133. Tani mu si i rim kam jetë ky emën si e kom pas në kujtesë gjithmonë. Cili ishte? Edhe kom pas dëshirë, kom ka le djali, se djalit madh ja kom gjitë emrin e babës, Muhamet e ka emrin. Këtina kom pas që mjalon që temën Kosovë. Po dhash Zoti që mos të makrit këtë temën kur. Përveç se fermer, ai me krenari rrëfen edhe kontributin e tij në luftën e fundit në Kosovë. Do të për fat mirë, këtu në fshatin tonë, jashtë ai kem pas do civil na u kanë vrarë, do qika të reja, do në bili na u kanë vrarë qatë shpinë që atë lekuar për balë, edhe na i kanë gjujtë në bënar. Domethënë i kanë myt, i kanë masakru dhe i kanë gjujtë në bënar. Ushtar s'kemi të vramë për fat mirë asnjë, po shtabin që tregova e kem pas të domethënë që është në mes fshatit, edhe në ato mundësi tona, gjithkush domethënë në pika që kemi pas mundësi, kemi kontribu po sot si ushtar. Gjendje në vendit tonë, qoftë nga aspekti bujqësor. Shpresa? Pa kështu si me punë, fshati si fshat ka arrit mirë, po një që është me keqja që mu nuk më pëlqen, që na kanë ikë të rritë shumë. Kem pas shumë djemë të mirë të në fshat, për një shumë e kem pas të mirë, të shnosh, edhe s'mojtën më bos gjithje, domethënë metën pa punë, pa sena, dhe dashtë më dalë në rrugë të Evropës. A ki frikë pa dilë për fëmijët? Mos po e marrin rrugën e mërgimit, për sa thë tash e bojnë ka një herë pak vetë, dembelizëm a pjesën e ata plest për para kanë thonë çka të shish në kujshi pritë në shpe, një farë fjole. Edhe na, unë e sa të moj, jem t'ju kallëzu që s'është mirë me lanë këtë vend, më punu në vend tonë, në masi, po, në ashtë i vjetë dita që edhe këta nuk negojnë edhe jetën si tonë të rritë. Dhe ti nuk ja prish? Pa nuk mund as m'ja prish, se nesa mas nesë, si për shembull mi dalë diçka keq tu thot tim kinal këtu, thot nuk e tash u problem edhe m'ja prish. Shkurtimisht, krejt në fund, jemi planet ndoshta të juajat afatgjate si fermer, tash kemi hyrë në sezon, çka ke ndoshta plan me shtu numër, me shtu pajisjet, me investu edhe ma shumë, që me jetë për para, apo? Po, unë si fermer, unë e kam planin që muj me bon, kom pas qef me arrit numërin dhe në 50 krem i bon. Me mush që të shtalë ta ma në lep, edhe mu largu pej dhene krejta, dhe mi hek dhet. Po tash këtë në varet pej djemve mi që ta janë të interesumë, se këta mirë dhe me muzikë që tregova ma heret. Edhe që këta pak me epi një përkroje, unë sa të kam shnetën si shkap në kësaj punë, se këtë punë e kam gjak, e kam me du me shpirt.